Udhkryqi tek qendra tregtare Mavrovasja për 10 minuta qëndroi bllokuar për shkak të protestës organizuar nga sindikata e pavarur e policisë. Me parulla në duar, qindra sindikalistë protestuan duke kërkuar rritje të pagave. Revolta e tyre ishte me gjykatat, të cilat sipas sindikalistëve marrin vendime të ndryshme për çështje të njëjta. Sipas tyre, gjykata e Gostivarit dhe ajo e Manastirit kanë marrë vendime në favor të policisë, por të njëjtën gjë nuk e bën kolegët e tyre nga Shkupi. Kryetari i sindikatës Martin Efremov deklaroi se paga baze policëve është vetëm 1000 denar mbi minimumin ligjor, që është në kundërshtim me ligjin për pagë minimale. Sipas tij, është e nevojshme barazimi i pagave dhe llogaritja e duhur, duke përfshirë edhe shtesat. Protesta e sotme para gjykatave ka një qëllim dhe një kërkesë, e ajo është unifikimi i praktikës gjyqësore në të gjithë territorin e shtetit. Për momentin, kemi mira procese që zyrtarët e policisë kanë kundër MPB-s. Paga e policisë përbëhet nga paga minimale plus rritja dhe përvoja e punës. Sipas ligjit të pagës minimale, paga bas nuk mund të jetë nën pagën minimale dhe në momentin që po flasim është pikërisht kështu. Në përkrahje të sindikalistëve kishin ardhur edhe sindikalistë nga Serbia po edhe Malizi, e qëllimi sepse ata kishin ardhur në mbështetje ishte mbrojtja e dinjitetit të policisë. Rroga nuk është çështja e vetme shqetësuese, ajo që u dhem zyrtarëve policor në të gjithë rajonin. Më shumë se rroga dhe përfitimet e vogla që lirisht mund t'i quajmë mizore na dhem shumë, ajo që uniforma policore po e humb dinjitetin. Duhet ta kenë parasysh ata që marrin vendime, që ky është një profesion shumë i rëndësishëm. Nuk ka nder më të madh se të bartësh uniformën e policisë dhe t'i shërbesh popullit dhe vendit tënd. Sindikata e policisë së Serbisë si sindikat vëllazërore do t'jetë gjithnjë këtu për të mbështetur luftën sindikaliste dhe të drejtat e sindikalistëve. Prej paragjykatës, sindikalistët vazhduan protestën para Këshillit Gjyqësor, ku gjithashtu drejtuan kërkesat e tyre për nivelizim dhe rritje të pagave.